këto ose me ato, vishtu e hipotetikisht, a din që të kuptuve, okej, të lutem, nëse mënesh. Faleminderit, këto. Po, Mateo. Ta thash për fakti që ju njiheni të tre, edhe njiheshit edhe para se të note kjo gjë, se nuk e di sa x ko keni nejt në emision, mu më bën ata kanë dhejtë më shumë, kanë dhejtë më pak. që ti ke hyrë në mes të çiftit, për shkak se ai të ka njohur ty para dhe mendoj që mund të ketë krijuar afrimitet me ty para se të ndaheshe. Para kur? Para kur kemi shumë pjesë e programit? Jo. Shumë Në momentin që ata janë darë si çift se e kanë bërë para kamerave. Në studio, kur kemi shumë pjesë ati emisionit. Para kam bërë mbrapa, nuk kanë folur më. Pra pas si kanë bërë... Unë kam pyte, ato më kanë thënë që marrëdhënien e kemi bërë. Era dhe unë zë dogja. Po, pra, sa ko kanë qenë në emision, 2 muaj që kanë qenë në emision, ata kanë thënë aty që ne njëjë nuk e kemi vetëm për kamera, po ne e vazhdojmë edhe jashtë, pra ne dalim, rrim, konsumojmë kohë së bashku. Dhe prapë kur janë darë, ata janë darë para kamerave. Dhe ata u ndanë, pra, Stelina vazhdoi jetën e saj, ky vazhdoi tjetër. Dhe momenti që ju keni parë, ka qenë 1 muaj jetë mbrapa ndarjes së këtyre. Kesi ishte larguar në atë kohë nga programi, unë gjithashtu, ndërsa Stelina ka vazhduar të qëndrojë në program. Kjo është e gjithë historia. Sa po ka ajo video? Njerëzit... Ajo ka... pak përpara se të futej Kesi, mendoj. A menone që ka me ndiku ma shumë pak pozitiv? Sa ka 2 javë, 3 javë, sa i bje? Nuk e di se jam pak... Sa ka Kesi që ka hyrë, 10 ditë? Si i bje? 10 një më shumë. Pak më shumë, 3 javë në është. 3 javë? Nuk ta jap dot të sigurt, unë e kohën një. A menoni që në situatën që je këtu, me si treshe që jeni, Po normali se nuk jemi treshe, Okej, si në rregull, se mujta me tolla mirë. Në situatën që je këtu, a menon që ka me ndiku ma shumë pozitivisht, a negativisht, për me kallëzu ti vetën, edhe për mu perceptu ti jashtë, si mirë, as si keq? Cila po menon që ka me ndiku? Jam shumë sinqert në veten time. Cila menon që ka me ndiku ma shumë? E di që do ketë më shumë komente negative se pozitive, në shumë pak do e kuptojnë që okej, edhe ata që e kanë ndikur, do të po Ina ka të drejtë. Që në një program, këta u ndanë, pastaj Sedelina me Kesin, Sedelina me çun tjetër, apo Kesi del me vajzë tjetër, ç'a problemi ka? Nuk është asnjë problem, unë Stelina nuk kemi qenë ndonjëherë shoqe. Do më je okej me këtë gjë. A mendon që kanë drejtë ata jashtë? Jo. Nëse shkruajnë? Nëse shkruajnë komente negative, jo, nuk kanë të drejtë. Tonë dhe Stelina nuk kemi shoqe shumë Bajanën Stelinës. Ne kemi qenë në një program. Ti vendos me i bashkë edicionin kur janë edhe këta dy, bashkë në kohën kur janë edhe këta dy. Si, është program njohje më, e kupton çfarë do me thënë, pra formula është e tillë që ti shkon. Brenda, jo. Asnjëherë. As për sa kohë ata kanë qenë çift, unë kam respektuar kohën e tyre aty. Unë kurrë nuk jam përzier. Në momentin që ata janë ndarë, Mali ke një kosh aty? Në momentin që ata janë ndarë, pastaj unë kam thënë që unë me Kesin kam dalë jashtë programit. Pra, pasi ne kemi lënë programin dhe pasi Kesi ka tërhequr deklarimin me Stelinën, ne kam vazhduar të dalë me të, si Misha kam thënë gjithmonë. Ajo puthja që është kapur për mendimin tim prap mua nuk më ndikon.